Kontur. Klina, një zemër e gjallë në perëndim të Kosovës, me gjerësi male e lugina. Komuna që mbledh rreth 30.000 banor. Një vend ku historia, natyra dhe bashkëjetesa janë pjesë e përditshmërisë. Këshilli i Bashkësisë Islame në këtë qytet, institucioni që bashkon besimtarët musliman të zonës, luan një rol qendror në ruajtjen e vlerave fetare dhe shoqërore. Këtu këshilli ka qenë përherë një themel i bashkësisë, vend që jep besim e shpresë besimtarëve, një urë mes traditës dhe identitetit. Caraviku, një fshat modest i komunës së Klinës, në afërsi të Malishevës, me rreth 1200 banor, pikërisht këtu. Besimtarët po punojnë për ndërtimin e xhamisë së 7 për Klinën, një projekt që simbolizon besimin, bashkimin dhe përkushtimin ndaj rënjeve të përbashkëta. Në një intervistë ekskluzive me kryetarin Kadri Berisha, ai theksoi rëndësinë dhe rolin thelbësor të këtij projekti. Siç e dini, këtë vend e kanë shu 3 persona të Katundit, janë dikon 15 ari, i kanë dhuru për Bashkinë Islame për qëllimin që të bëhet një shtëpi e Zotit. Dhe alhamdulillah, faleminderit e kanë Zotit që kemë fillu tash punimet, jemi në fazën e katin e dytë dhe shpresojmë që shpejt do ta përfundojmë. Po ka qenë me kërkesë të Katundit Carovik, sa është një katun që ka dikon 250 shtëpi, dhe me kërkesë xhamatit e kemë bën spori ta kanë bërë kërkesën të na, ne kemë bën Bashkinë Islame të Republikës së Kosovës dhe shoj që Zotit fillon punën dhe tash jem bukur mirë, dhe gati 50% punës është kry. Po, këtë tash më varet jem pak në fazën e dimrit, më varet pe kohës sa në lejen koha, po, si pas kalkulimet tona, besojmë pikën jashtë edhe një 18 ditë, ja qesëm pikën jashtë, dhe tani kemi edhe 2 muaj ditë, 2 muaj e gjys, besoj që përfundojmë edhe me remetimin brenda. Kryesisht xhamijat e dim shërbejnë për faljen e namazit të këtij lokaliteti këtu dhe kemi ne si Bashkia Islame zhvillojmë mësimin veror për nxënësit kur e kryejnë mësimet e rregulla që i kanë dhe do të shërbej për këtë komunitet. Menojmë këtu edhe kemi bisedu me komunitetin që me bëjmë edhe një udhë pritjes për të pame edhe me që gjithë komuniteti musliman këtu me shfrytëzu për rastet vdekjeve. Klina, unë shpesh e kom përdorur, Klina ka, besoj, komuna mas pakti që ka xhamia. Kjo është xhamia e 7 që është omaron komunën e Klinës. Do thoni kem 7 xhamia. Po çka kisha mujt me veçu, tash kohët e fundit ka fillu dhurimi i tokës, njerëz po dojnë pasuri për ndërtimin e për remetimin e xhamiave në Klinë. Kjo është një veçori që përpara nuk ka qenë, tash është më të madhe. Vlen me cek xhaminë e Klinës qendrore që e kem. Domethënë xhamati ka bën një renovim të xhamisë diçka jashtëzakonisht bukur. Veç tash shefni është veç pamja e saj është shumë tërheqëse, shumë e mirë. Domethënë kjo ka xhamati ka popullata ka nisë me kuptu rëndësinë e jepjes, sa ajo në fundit sipas shpjegimeve që ne xhallarët i shpjegojmë, kjo është një dukuri shumë e mirë që Zoti e lavdën, ai që jep nullën e Zotit është për besimtarët mirë, ka durisë të lartë. Patjetër, në shpjegimet tona, ne që i shpjegojmë, i tregojmë për rëndësinë e këtij qëllimi, andaj thash edhe më herët që thash, kjo dukuri të na ka filluar më të madhe dhe njerëzit janë shumë dorëlirë që e dinë qëllimin çka është dhe po dhurojnë për ditë. Dikush e ka dhuru një tokë, një katun tjetër për qeve kem që ka afruar dikush një tokë tjetër, plus sadakaja është për ditë që jepet vinë Këshillin e Bashkisë Islame e jepim dhe ne i morrim shënimet që fillon fisteki ka jep kaq dhe ato i shprehim me shkrim, me falënderim dhe i çojmë në atë vend ku ka nevojë. Ndërkohë për detajet e projektit flet njëri nga punëkryesit, Milaim Durmishi. Punimet janë të ecë mirë, tash kemë fillu kotën e dytë këtë. Brenda mujt, besoj se përfundim ndërtimin e vrasht. Xhamia është 14 me 11, janë 3 kupulla,
të vogla, është një kupullë e modhe. Atë vendoset minarja në atë pjesën atë, një minare, është dikon lartësi 27 metra. Poshtë është dhoma e mësimit. Xhamia ka kapacitet prej 250 vetë. Në zemër të këtij komuniteti qëndron besimi, bashkimi dhe vizioni për të ardhmen, me Klinën, Bashkësinë Islame dhe Caravikun në një rrugtim së bashku. Kontur.